Kush do që bëhet tash me Albinin qeveri, bën tradhti. Jo, jo, me vllazni jemi, motra vllazni që aty jemi, po tash ti çfarë, duhet me bo me Albinin. Nëse dënej, nëse s'don, që ka shën ty ne. A këton, nëse ishe konceptet e vetra. Po e shini partinë e Fatmir Limaj që po e braktis koalicionin? Fatmir Lima nuk ka parti, është, dhe me thonë, në farloj revolucionari, është ushtari shtërje shrimtare, ja respektojmë për gjithë ato që ka pas, ka parti, është. Po ka 3 deputet? Regionale, është. Anë edhe mirë, 3 deputet, minimu qeveris, nuk bëhat nëmi, kur gjë zbat, në shkufet mirë, kur gjë zbat. Po e shini se po shkon? Për bes. Me këto... Tashtë e ka hinë kornizat e Ramushi, aty duhet me Ramushin, se harova me përmen Ramushin, ka ndiku shumë për këtë marrëveshjen Shqipni, Kroaci edhe Kosovë. Ka ndiku shumë Ramushi, Ramush Haradinaj. Po? Ape një Ramushin. Po si ja. Ka ndiku jashtëzakonisht. Prej viti 2018, kur ka nxjerr ligjin për ushtri, parlament. 3 ligje ishin bon? Po, atëherë, dhe më thonë, ka vazhdu në këtë kontestin e sigurisë. Na duhet me qenë mirë njësë. Po, për deklaratat, përse i bëndaj dhe kurtit tu? Pa, ka nervozë, bre, edhe hiqet nervozë, ka nervozë, kur gjë tjetër. Vesh nervozë e ka thu? Pa, nervozë, shtu.